Si e kalua të dielën sot, neve si të shikoni u bëm gati edhe dolëm xhiro, gjithkush për hesap të vet. Po, vetëm që ishim të gjithë në një makinë, çfarë do bëjmë tani? Edhe pastaj shkuam në shopping center. Aty djali me burrin kishin programin e tyre edhe un programin tim. Shkova një çik, këta shkuan për climbing aty se i pëlqen djalit, edhe kuptohet që do ta kujdeste babai. Unë gjeta kohën edhe shkova një çik të shikoj për rroba, për çanta, për njërin tjetrin që më duhen ca gjëra kështu. Mora gjeta më në fund një kostum që më duhet sportiv, mos pandeni kështu që të jem rehat. Edhe pasi mbaruan edhe këta nga climbing, pasi mbaruan ikëm edhe neve nga shopping center se vajtëm në një vend tjetër për të ngrënë. Sado që këtu janë gjithë ato restorante, nuk na pëlqente gjë, burri donte bërxoll sot. Edhe ne se shkuam për bërxoll të ham të gjithë si familje, u takuam në fund, mos pandeni. Hangrën dhe ëmbëlsirën në fund, sado që nuk na nxinte më fare barku.